televisioni. E në mbetjem edhe më tej tek Pri Film Festi, duke dëshmuar tashmë sa vite çështjen organizative, prurin e filmave shumë interesante dhe goxha profesionale tek ne, po ashtu edhe atë me të veçantën pjesëmarrjen e shumë artistëve, ardashëve të kinematografisë së huaj dhe tanën duke u mbledhur në një event takim të përbashkët duke rrëmbyer përvoja eksperienca e një ndër mysafirët apo ata që kanë vizituar si vjet Pri Film Festin është dhe një regjisor kosovar që jeton në Holand. Fjala është për Ernest Mehollin, cilën ne sot e kemi ftuar në studion e emisionit Bonbon. Ernest, mirë se erdhe në studion tonë. Pasi që biseduam për Pri Film Festin dhe kjo ke edhe një ndër arsyet që juve patëm rastin t'ju takojmë dhe t'ju kemi sot të përbisedë në studion e emisionit Bonbon, a do të na flasësh pak për përshtypjet rreth organizimit të këtij festivali që po mbahet në Prishtinë? Po, sfari përshtypja ime për festivali është tepër mirë, për shkak që është shumë profesional. Më ka pëlqyer që festivali e merr një qëndrim si festival me nivel internacional. E ajo, ky festival është veç 3 vite sa e di unë, po e ka atë qëndrim, ajo tepër më pëlqen dhe jam i gëzuar për të ardhmen që unë si punoj në Holland, në Amsterdam, të prezantoj shtetin tim se na e kemi një festival si ky. Edhe është e rëndësishme më merr mendja shumë, ka pas seleksione shumë të mira të filmave që kam pa. Deri tash jam tepër i kënaqur. A ka ndonjë film që të ka pëlqyer më shumë ti apo? Tregoj drejt, Falja e Gjakut më ka pëlqyer tepër, është një temë shumë e zorshme, po e trajtuar shumë mirë, është e afruar te populli. Zakonisht kur vjen puna e kanonit e këtij janë pak i frigohen aty në tema se janë shumë gjëra, po është të trajtuar me aq mirë që ty si shikues të bën me kuptu ngjarjen, me kuptu momentin. Ajo më ka metë pak a shumë në zemër. Okej, tash do të kalojmë tek segmenti i radhës, arsyeja që ju kemi sot në studio, flasim posaçërisht me ju si artist, duke kanalizuar bisedën edhe si regjisor, edhe si aktor, skenarist, producent, edhe piktora, ndërkaq që jeni që sa vite që jetoni në Holand, atje e zhvilloni veprimtarinë tuaj, nga që keni përfunduar dhe studimet në Holand. A mund të kalojmë për disa hapat më të rëndësishëm të karrierës suaj si artist? Në Holand jetoj domethënë që 12 vite, ajo është kam filluar thoya që 8 vite jam nxënë me film, gjatë studimeve edhe ka qenë koza një peripeti, nuk është e lehtë kur je në shtet tjetër me fillu thuja prej fillimi krejt edhe ta arritsh një nivel, të kryesh disa studime, të bësh një film. Po e vërteta është që do të besojmë veç në atë që na thot zemra, unë punoj në atë mënyrë si pikturën, si filmin. Këto janë 2 gjëra që i kam traditë edhe për prindve, se babin piktore kam. Edhe prej atu ka fillu, domethënë ka qenë koza disa vite, koza punë e zorshme me arrit deri te ky nivel, po deri tash po shkon shumë mirë, edhe pak a shumë po forcohen edhe me rrethin që e kam gradualisht të filmit edhe tjerë. Okej, piktura dhe filmi, cila nga këto dyat kanë bërë të ndjeni me mirë apo keni shënuar ndonjë sukses cilën mendoni se ka prek ndoshta kulmin e suksesit tënd, apo ka qenë një pikë shtytje për t'ju inicuar juve dhe entuziazmuar që të vazhdoni me këtë punë, me këtë profesion? Pikturën e kam pak a shumë prej edhe kur kam qenë fëmijë, kam pikturu, kam vizatu, e kam thuja, e kam trashëgimu prej babit. Është deri dikun filluan tregimet të zgjerohen, kështu që filmi ma japi atë mundësi të tregoj ma shumë se në pikturën. Pikturën pak e kam lanë anër se jam të pikturu në film tash, por shpresoj që shumë shpejti do të vi me një ekspozit të pikturës, që ka lidhje pak a shumë me filmin edhe tashme me produksionet që janë zonë. Am tregon tani për tani jeni në Kosovë dhe çfarë jeni duke punuar momentalisht në rast se nuk gaboj jeni në përfundim sipër të projektit tuaj të fundit filmik Gone Back, a? Po. Gone Back e kemi incizuar është produksion holandez o shqiptar. Këtë filmi është tuja 90% është incizuar në Holand. Në këtë film për herë të parë kam fillu një vizion si bashkëpunimin holandez o shqiptar që e kam shumë të rëndësishëm të filmi parë të shkurë që e kam bëjë Liriana, po tash e kam zgjeru edhe këtë, se në këtë film i kem aktor Astrid Ali Hajdari, Blerim Destani,
Refeta Bazi, edhe i kem 3 holandeze që kanë nivele atje. Jam mundu në të mënyrën time të bashkoj paka shumë talentat, jo veç holandez, jo pse jetoj në Holand, po unë jam kosovar dhe të bëj këto dyja bashkë. Filmin e kem përfundu incizimet me shumë sukses, ka shku mirë, ka qenë një kohë kogja e gjatë, po shumë e mirë dhe ka shku mirë dhe kem punu edhe me ndihme në gjithë dhe si kam bashkëpunu u realizu këj projekt. Është filmi jam i gjatë i parë. Tash jemi në montazh, domethënë i kemi edhe disa javë të përfundojmë montazhin, po tani vjen edhe muzika e ngjyrat e këto punë. Na ka sjellur disa sekuenca të këtij filmi, kështu që nga regjia do të kërkoja që të na ilustroni këtë bisedë me ato sa i kemi mundësi, apo i pam si duket se nuk arrita të shoh në monitor. Megjithatë, Ernest, do të flasim pak për tematikën e këtij filmi, se çfarë keni trajtuar dhe sa jeni kënaqur ju me atë se keni arritur ta elaboroni këtë temë në film. Unë deri tash jam tepër i kënaqur si ka arrit, edhe kjo është një temë shumë e zorshme, është për një dezerter që kthehet në vend vet, shpreson ta gjejë jetën se si e ka lënë, po normalisht jeta ka vazhdu. Gruaja që e ka vazhdu jetën me dikon tjetër, edhe ky gradualisht e kupton që mas dezertimit është legalisht është shpall i vdekur. Domethënë tash loja e tij është si dilema e tina është si t'ja bëj, atë vazhdon, provon të fiton gruan që e ka lënë, atë aksepton jetën paka shumë që kështu vazhdon. Është temë e zorshme, se flitet edhe për këtë kohë, nuk është temë historike. Po deri tash ka shkuar mirë, është me ndihmën e aktorëve të mirë që i kam, ma kanë mundësu me domethënë atë idenë, atë vizionin tim që e kam, ta realizoj në film. Sa arritën ta përveçonin aktorët rolet e tyre, qoftë këta shqiptar që i ke edhe ata holandez, je i kënaqur me këtë bashkëpunim? Jam tepër i kënaqur, ka qenë gjithë ideja se si filmi është shkruar në gjuhën angleze, për shkak të identitetit tina që e ndrona në atë moment kur kthehet në vend vetin. Domethënë ka qenë shumë kam qenë kurrështar se si punojnë këto, edhe holandez, shqiptarë e ngjoh kapacitetin për shembull të Astritit, roli kryesor e ngjallë prej Ilirianës, për ata bashkëpunoj përsëri në këtë film me ta. Po ka qenë i pamundur mirë, sparje si në mënyrë shoqënore, si ata e kanë gjetë njëri tjetrin, edhe çato kohë gjatë incizimeve si kanë shku, edhe e dyta kur punojsh me aktor të atij niveli, atëherë edhe ta lehtësojnë ty edhe ty punën, edhe shkon krejt në rregull, ma mirë se që kam prit. Gjyrimet e filmit janë realizuar në Holandë, që në Holandë, krejt. Kem pas edhe disa skena në Kosovë. Edhe disa skena në Kosovë. Kush e ka financu filmin? Filmi është financu domethënë unë si sponsor, unë shumë e vogël, u bë kogja e madhe thuaj kështu. Po është krejt është sponsoruar me pak a shumë prej Holandë, edhe vullnetarëve normal. Planifikoni që filmin ta shfaqni si premierë edhe në Kosovë, do të kemi mundësi ta shohim? Sigurt. Kem bashkëpunu, në këtë film ka bashkëpunim të madh me shqiptara, ka qenë qëllimi prej fillimi, domethënë të bëj një kombinim të mirë, jo veç cast, jo veç aktor të shqiptar holandez, po edhe crew, ka marrë studenta në Holand që na kanë ndihmu me grime që janë shkolluar në drejtim, po edhe ka marrë studenta të Kosovës, aktorë që janë vitin e dytë, për disa skena të filmit, domethënë kam mundu një kombinim të bëj edhe në përgjithësi, domethënë është e nevojshme që edhe një premierë do të vjen në Kosovë. Ndoshta në edicionin e ardhshëm të Prifilm Festit. Ndoshta. Përveç kësaj që synoni ta sillni filmin në Kosovë dhe me sigurisht se mezi presim ta shohim, domethënë realizimin e një filmi gjatë nga një regjisor kosovar që jeton në Holandë dhe për të parë këtë lloj bashkëpunimi, mos me quajtë eksperiment, megjithatë ndonjë festival të huaj pretendoni që do të keni mundësi ta shfaqni këtë film? Jem në bisedime me Berlinale, ajo ka qenë pak a shumë një vizion, për shkak që lidh strategjia është e mirë mas film, për shkak kem aktor holandez, gjerman. Po qëllimi kryesor është mas pari ta përfundojmë filmin, ajo është po afrohet, është
Tash është faza përfundimtare e muzika, e ngjyrat e krejt këto. Kështu që ajo është pak a shumë pika kryesore pare e imja, edhe ta shko producentët e mia ata janë të e kqyrë si ta bëjnë strategjinë. Po shpresojmë që gjithkohë do ta dërgojmë edhe shpresojmë që pranohet në çdo festival që janë festival që i thonë pak më të Ju jeni në korrent asaj se çfarë ndodh sa i përket artit kinematografik në Holand dhe më interesant të di përshtypja atyre për një regjisor nga Kosova, posaçërisht për ju. Sa janë ata të informuar për filmbërësit në Kosovë? Nuk janë edhe shumë nejse, është Dogo Festin e njohim, është e pamundun, është festival i mirë, pranohet edhe unë se kam kuptuar që mundën edhe aq mirë me njoftë. Nuk njohin shumë për shkak edhe gjendja historike, luftat e sene, mendojnë që alo Kosova është Jugoslavia, se din bashkë mirë. Është shumë irrituese ndonjëherë. Po në përgjithësi tash kjo unë si regjisor pak a shumë me rrethin tim që unë punoj deri tash krejt filmat që ai kam punu veç me produksione holandeze, që kam thuja një grup që bajnë filmat që s'di sa vite me rem. Kamermani im, zani e tjerë. Edhe në këtë mënyrë përshpërndajmë pak a shumë dhe organizojmë filma shqip, lëshojmë filma shqip edhe atje. Pak a shumë se na kem një histori shumë më të thellë dhe kem një eksperiencë tjetës më të madhe se holandez në farë aspekti, për shkak ata e kanë jetën shumë në rregull. Edhe më të ndihshme. Shumë të rregullndishme, ana e kem një histori shumë të rane, ajo në kinematografia është një prej më të rëndësishme që mund është me pas. Një aspekt na jem të pasurum prej seneve të këqija që na kanë ndodhur, po në këtë rast sa i përket filmit jem shumë të pasur. Tash për vrej që edhe produksionet holandeze janë shumë të fokusuar ka Ballkani. Ka ndodhur para se me ardhur këtu producent holandez që më ka pyet kur po shkon në festival se dhe shtallën me pa me këqyrë që apo ndodhë sen. Domethënë është kurreshtja shumë e madhe sa i përket Kosovës e Shqipërisë. Tash pak a shumë sa moj prej meje, po edhe në tjetër anë edhe festivalet e folin. Për shembull filmi si Falja e Gjakut në Berlinale, ajo t'i hap dyert për krejt shqiptarin, pak a shumë se wow, ka erdhë kjo në gjavare qashtë këtu. Është ato janë senet mirë. Sigurisht se nisma jote me këtë projekt do ta bëj një urlidhje mes filmit kosovar, aktorëve kosovar, ndoshta edhe regjisorëve që në të ardhmen, ndoshta do kenë mundësi të plotësojnë ndonjë film tjetër nga regjisorët tanë. Më interesant të di cili është komenti juaj dhe bashkëpunimi juaj me regjisorët këtu në vend, ke ndonjë projekt apo ndonjë plan? Kem disa projekte dhe ideja për bashkëpunime. Unë kam taku këto shumë për shkak që 8 vite s'kam qenë në Kosovë. 3 vitet e fundit provoj ata Gjeko, si edhe tash. Pak a shumë jam në kulmin më të madh të montazhës, po e lash anash të jem për Pre-Film Fest këtu, se është e nevojshme. Kam taku shumë regjisor të mirë, ka talente të ndaj, edhe unë shpresoj që shumë shpejt do të vjen një bashkëpunim i madh me Kosovë, Holand, edhe Angli, po nuk po tregoj shumë, do të mete pak si. Okej, Ernest, neve na mbetet urojmë juve suksese dhe shpresoj se në rastin kur do ta sillni filmin si premier këtu ju kemi përsëri në studio, ndoshta edhe me trupën e aktorëve, ato çfarë keni mundësi të na sillni. Edhe besoj që do të vini, e keni ftesën nga tash. Faleminderit shumë, do jem këtu. Faleminderit Ernest edhe një herë për kohën që ndave sot për shikuesit tanë, ndërkaq që shikuesit e emisionit Bonboni ftoi edhe më tej shoqërohen me neve,